Miq Prizmës, sigurisht që Ukraina është gropa më korruptive, më e zezë që ka e gjithë Evropa. Duke përjashtuar Rusinë si një vend autokratik, po themi, edhe drejtuar nga oligopolet e mëdha nën kontrollin e Vladimir Putin, Ukraina mbetet një nga vendet sot në luftë por më të korruptuar, dhe sigurisht është qeveria që drejton edhe Zelenski, kanë plasur skandalet e jashtëzakonshme. Dhe këto skandale kanë plasur sidomos tash me ardhjen e, po themi, administratës Biden, sepse normalisht ata nuk e durojnë dot më me propozimet e tyre dhe me hallin e madh tyre për të marrë vesh me Rusinë dhe me Putinin, një person i cili sigurisht ka përfituar miliarda e miliarda. Dhe këto miliarda e miliarda, e sidomos të ato të energjisë bërthamore, kanë plasur skandalet më të mëdha. Ata nuk i mbulojnë më skandale si mbulonte dikur administrata Biden ose njerëzit e kësaj administrate. Përkundrazi, administrata e presidentit Trump i ka zbuluar, bile ju ka vu edhe emra, ministrave të jashtëm, ministrave të mbrojtjes, të gjithë korruptuarve rrethit afërm të Volodymyr Zelenskit. Sigurisht që skandale e banjove të arta, çantave me dollar pa numëruara, dhe njëkohësisht të miliardave që kanë humbur në korrupsionin e jashtëzakonshëm energjetik, po dhe të nimave që Ukraina ka marrë. Në këtë pikë është e mirë që një artikull të shkëlqyer të Corriere della Sera ta bëjmë qartë edhe për ju miq të Prizmës dhe të On Televizion. Pra, miq të On Televizion, ky është një nga shkrimet splendente në Corriere della Sera për pikërisht korrupsionin e zhvilluar të shumëfisht në Ukrainë. Dhe si e transportove kutin? Pyeti njëri. Ajo kishte një dorezë si çantë laptopi. Fut brenda $1 milion. Le të kontrolloj më mirë? Jo, $1.600.000. Të transportosh një kuti me para në dorë nëpër rrugët e Kievit, nuk ka qenë shumë qef, shoqim, ta siguroj. Është një bisedë midis dy të korruptuarve. Kështu funksionon të rishfeti në Ukrainë, sipas asaj që thonë përgjimet. Janë të gjitha të përgjuara të njerëzit rreth Volodymyr Zelenskit. Zyrtarët merrin para dhe ndonjëherë nuk kontrollojnë as shifrën për shkak të frikës se mund të kapeshin, ose sepse ishte thjesht një pjesë shumë e vogël e krahasuar me $10 miliona që lviznin. Kur i korruptuari Timur Mindic flet në telefon me ministrin e energjisë Herman Halushenko, dëgjohet toni i njerëzve që ndihen të paprekshëm. Ata qeshin dhe japin kuraj njëri tjetrit. Në një moment përmendin edhe Zelenskin, pa e ditur se e dëgjonin inspektorët e agjencisë antikorrupsion. Rreth i ngushtë i Zelenskit, ky rreth i ngushtë ka qenë problemi më i madh i Zelenskit. Gjatë 4 viteve të luftës, sipas anglisisë, ata kishin krijuar një sistem kriminal që kërkonte 10 deri në 5% nga të gjithë kontratat e kompanisë shtetërore, e Norauto, që merret me energjinë bërthamore duke vjedhur diku rreth 75 ose 100 milion euro. Kutia me dorezë ishte një rast i veçantë, zakonisht nuk kërkoi kash. Një biznesmen në Ukrainë thotë se të korruptuarit në Ukrainë nuk i ndotin duart me para kesh. Ato nuk i ndotin duart me para. Duhet paguaj pastaj një firme konsulence, ose kishin njerëz që kontrollojnë tatimet dhe gjobat ishin gjithmonë më të larta se minimumi ligjor. Gjithmonë kishte mënyra për t'i shmangur, tha ai. Një rast korrupsioni ndodhi me Kishin, një fond humanitar prej €1 milion që u shpenzua krejtësisht për fajsim komunikimi. Kush i kundërshtonte? Pak njerëz arrin të kundërshtonin njerëzit pra Zelenskit, përfshirë dhe kryeministren Yulia Svirtenko, armike e Yermak dhe e mbështetur nga sekretari amerikan i Tesarit Scott Bessent. Generali Valeri Zaluzhny, i internuar në Londër, në Thojza, ministrin e jashtëm Dmytro Kuleba, i shkarkuar për autonomi të tepërt. Aleksandr Kubrakov, aspirant për kryeministër, larguar për lidhje të ngushta me presidentin amerikan Joe Biden, dhe zëvendës kryeministri Mikhailo Fedorov, i cili kërkoi transparencë mbi dronet dhe fondet që Yermak premtonte për mikun e tij Artem Kulebayev, producent filmash dhe ish bashkëpunëtor i Zelenskit. Rrethi magjik ishte shumë i rrezikshëm. Futeshe me vështirësi dhe dile edhe me vështirësi. Në hetim për Yermak është përfshirë dhe Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe ish ministri i mbrojtjes.
Pikërisht ai që Zelenski zgjodhi për të udhëhequr delegacionin e negociatave të Floridës. Një deputet i Radës tha se faji Zelenskit ishte se nuk dëgjonin ata që shitin vjedhet dhe lajmëronin. Është një alarm i madh, një kampanë alarmi u ndes në qershor kur zëvendës kryeministri atëhershëm Oleksiy Chernyshov u arrestua dhe u lirua me garanci $2.9 milion për një aferë me toka publike e shqitur për miqtë e tij. Kur më parë nuk ishte ndodhur që një politikan i tillë të përfundonte direkt në burg. U zbulua gjithashtu se ai pranonte edhe kash në zyrë, në zarfe për gruan, madje edhe në klinikë ku kuroi. E thrisnin Che Guevara dhe motoja e tij e veçantë ishte: ja vlen të luftosh vetëm për gjërat pa të cilat nuk ja vlen të jetosh. E kishte fjalën për Ukrainën, jo me siguri për tendrat. Dhe ky sigurisht është një nga artikujt programatik, si më thënë, artikujt ese gati letrare e shkëlqyer e Corriere della Sera. Ukraina me të vërtetë është një grope e jashtëzakonshme korrupsioni, e pakrahasueshme me asnjë shtet tjetër. E pakrahasueshme them me asnjë shtet tjetër. Miliarda e miliarda e miliarda e miliarda. Sigurisht që konsiderohet në luftë, sigurisht që është zvogluar shumë demokracia, jashtëzakonisht demokracia, dhe sigurisht që e ka tepruar kaq shumë tash sa akoma nuk kuptohet amerikanët çfarë kanë vendosur, mbase kanë vendosur që mos ta pyesin më. Dakord, miqtë mi? Miqtë Prizmës, sot është 29 nëntori. Në fakt unë jam me datën 29 dhe me datën 28 në Shkodër janë bërë aktivitete fantastike, i lumt Bashkisë Shkodrës edhe Benet Becit për sofrën e madhe, për miqtë e shumë, midis tyre edhe presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. I lumt organizatorëve mënyrës për ta festuar, për ta nderuar ditën më të rëndësishme të kombit shqiptar që është 28 nëntori. Tash se e ngatron Flamur Noka ose ajo Gërvalla ose ai Basha në Kosovë, është një bisedë tjetër, është një muhabet tjetër, por në përgjithësi populli e di shumë mirë sa e rëndësishme është kjo datë. Ndoshta ne egzagerohemi me patriotizmin tonë Facebook dhe në të vërtetë nuk bëjmë patriotizmin e vërtet për ta dashur, por i vetmi që do fliste fjalë armiqësore, fjalë që si kanë vrerë brenda, është vetëm Sali Berisha, i cili e quante Edi Ramën armik të shoqërisë shqiptare. Duke qenë qartë shumë që shoqëria shqiptare në shumicën e saj të vetmin armik në Shqipëri dhe në Shqipërinë e këtyre 35 vjetëve e dinë se kush është, dhe ky e ka emrin Sali Berisha. Ai vazhdon të jetojë me mentalitetin e 45-s, mentalitetin e viteve 60 e viteve 70, ku shpalleshin armiq, ku shpalleshin tradhtar. Sali Berisha nuk ndron mendje, është i vetmi që shkruan kështu, as kërkush tjetër nuk shkruan kështu, por ai ka dhe taborin e tij që e ndjek, pra janë klonet e tij, ai ka arritur klonet e tij, që tashmë ato nuk janë të pafajshëm, ato janë fajtorët më të mëdhenj, akoma më tepër se Sali Berisha. Por në përgjithësi ajo që duhet të them është që 28 nëntori kudo, jo vetëm në Shkodër, por në Tiranë, në Vlorë, në Korçë, kudo në Shqipëri, në Përmet, kudo në Kosovë, kudo në Malzi, edhe në Tuzë, edhe në Guci, edhe kudo, në Ulqin, kudo kanë festuar. Kudo ku ka pasur shqiptarë me shumicë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, kudo kanë festuar 28 nëntori. Ajo është festa e madhe e kombit shqiptar. Është 28 nëntori i 43-shit në krye me Gjergj Kastriotin, është 28 nëntori i Ismail Qemalit, edhe sigurisht mund të presim edhe 28 nëntorin e tretë të Bashkimit Trojeve Shqiptare. Me të vërtetë që duket i pamundur, por kështu janë dukur të pamundur dhe ato data, dhe në të vërtetë janë bërë. 28 nëntori i tretë do të ishte një nga mrekullitë më të mëdha të kombit shqiptar. Sot kombi shqiptar bën patriotin, sidomos në Facebook dhe me kombëtarin e futbollit, e mira është për patriotin e madh, për të mos ta shkatëruar veten politikisht, mos të ndarë politikisht me veten. Për kombin duhet të jemi të bashkuar, siç bashkohemi me futbollin.
por politika na shkatron. Politika dhe ka filluar dhe religionit na shkatroi. Dhe ajo na përçan. Ne duhet ta ndajmë përfundimisht politikën dhe religionin nga çështja kombëtare. Duhet të themi rrini aty në qoshe, se jeni mirë. Çështja kombëtare është mbi politikën dhe mbi religionin. Kombi është i vetmi që na njëson. Ne nuk na njëson as politika, nuk na njëson, më vjen keq që them këtë, as religioni, as feja. Nuk jemi të barabartë. Jemi në kundërshtim politik gjithmonë edhe ata e përdorin për keq. Në fakt nuk duhet ta përdorin për keq. Duhet ta përdorin vetëm për pushtetin, po jo më tepër se sa kaq. Dhe religionet kanë filluar të bëjnë pak lojra të padëshirueshme për të prishur harmoninë që kemi ne, bashkëtesën e jashtëzakonshme. Kanë filluar që të interpretojnë më mirë fjalën tolerancë. Në fakt ne tolerohemi me religione. Ne bashkëtohemi, ne kemi harmoni fetare. Sot jemi data 29, dhe për datën 29 po them diçka. Unë nuk kam qenë kur dakord që qyteti i fundit që është quajtur Shkodra të ishte data e shtërimit të Shqipërisë. Data e shtërimit të Shqipërisë për mua ka qenë gjithmonë 17 nëntor i vitit 1944, ku është bërë luftë për shtërimin e Tiranës dhe ku nazistët Gjermanë janë tërhequr duke u mbrojtur dhe duke shkaktuar humbje dhe ata janë vrarë partizan, janë vrarë dhe Gjermanë. Është betejë më e madhe që kemi realizuar ne me Gjermanët. Kështu që në këtë pikë, praktikisht kush merr krye qytetin ka marrë edhe shtetin. Është bërë në një farë mënyrë për të bërë qefe nga më të ndryshme, një herë për të bashkuar data e shtërimit me datën e pavarësisë, një herë për të ndarë, ka ndikuar edhe ndikime të jashtme, sidomos ato jugosllave, edhe ka ndikuar edhe shumë elementë tjerë për të bërë Shkodra, qyteti i fundit, dhe sigurisht ka ndodhur edhe pastaj me ardhjen e Sali Berishës e vitit 1990-91 dhe përçarja e madhe politike midis 28-s dhe 29-s. Ata që ishin 29-s u kategorizonin komunista dhe socialista, këta të 28-s demokrata dhe nacionalist. Marrëzira që sigurisht ndajnë shqiptarin dhe këto data përçajnë shqiptarin. Në të vërtetë një datë shtërimi duhet ta ketë, dhe data shtërimit është pikërisht 17 nëntor i vitit 1944. Nuk mund të mohohen as partizanët as brigadat partizane, pse kishin Enverin e Mehmetin, klikat që erdhën mbrapa. Ato partizanë që ishin aty, ishin për të luftuar pushtuesin. Edhe në Shkodër po kështu ka ndodhur, dhe sot kisha një shkrim timin që parafrazoja këtë. Të gjithë të parët që kanë parakaluar në orën 9 në Shkodër janë partizanët e batalionit Perlatra e Xhepit që nuk ishin futur divizioni i dytë as brigadat partizane. Ishte sigurisht batalioni Perlatra e Xhepit që ishte i përbërur nga çeta territoriale dhe njerëz të Shkodrës. Tashmë unë mund t'ju them këtë, shumica atyre duke filluar nga komandanti dhe komisari dhe shumë komunistë që ishin aty gjatë diktaturës u dënuan, u persekutuan, u futën në përburgje. Komisari ishte Sali Bekteshi. Baba im u persekutua. Po ashtu dhe komandanti, po ashtu dhe shumë komunistë të tjerë u dënuan, u persekutuan, u burgosën, u vranë, u pushkatuan nga partia tyre. Ata ishin idealistë, ishin nacionalistë. Dhe kush mbeti 10 vitet e fundit? Vetëm antarët e Leverdisë, bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, të cilët u kthyen në mënyrë të menjëhershme në antikomunist në vitin 1990, 91, 92 dhe i shërbyen Sali Berishës. Të gjithë nacionalistat e majt dhe të gjithë idealistat u persekutuan nga Enver Hoxha, nga klika e tij, sidomos ke batalioni Perlatra e Xhepit, nga grupi komunist i Shkodrës, nga organizata e atërshme e komunistave të Shkodrës. Asnjëri nuk ka shpëtuar pa u dënuar. Asnjë prej tyre. Ka shpëtuar vetëm antarët e Leverdisë, njeriu i ri vepra më e shkëlqyer e partisë, dhe njerëzit bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, të cilët u kthyen në demokratë të gjithë. Të gjithë të tjerët u larguan dhe nuk deshin t'ia dinin më. Dhe kjo është një fatkeqësi e jashtëzakonshme. Por ata ishin idealistë, ata që u futën aty ishin djem dhe vajza të reja, të cilët kishin besim se do të bënin diçka të mirë. U tradhtuan, u persekutuan dhe shumë prej tyre psuan gjatë regjimit të diktaturës së proletariatit.
Gjithsesi ajo që mund të them unë është rroft data e madhe, fantastike, historike e pavarësisë së Shqipërisë, 28 nëntori, dhe rroft çlirimi i Shqipërisë. Edhe ai me 28, 29 nëntor, si të doni ju. Datë çlirimi nuk është kur ik okupatori, po kur futen çlirimtarët. Dhe për mua mbetet data 29 nëntor 1944. Në shkodrën atyre viteve, cila sigurisht nuk qante, ishte entuziaste, po çlirohesh. Po, qau më vonë, se dhe ata njerëz që u konsideruan çlirimtar, u persekutuan, u vran, u burgosen, u internuan, si gjithë nacionalistët, si gjithë njerëzit normal në Shqipërinë e diktaturës. Dakord miqtë e mi?